drejtje, shqyrtimi. Burbuqe Kastrati nga Lëvizja folë shumë në një studio ku do të diskutojmë për një raport hulumtues të publikuar nga organizata Fol që flet për trajtimin e lëndëve të korrupsionit dhe ndikimi që këto lëndë për mënyrën se si janë trajtuar këtë lëndë pas ndryshimeve legjislative. Atëherë Burbuqe, më mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Burbuqe, çka tregon hulumtimi juaj? A është luftuar seriozisht korrupsionin këto vitet e fundit dhe cili ka qenë ky ndikimi i ndryshimeve legjislative? Po, sot ne si Fol kemi publikuar raportin që bën analizimin më shumë sasior të rasteve të korrupsionit që nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial. Kjo analizë bën fillimisht analizimin e ndryshimeve legjislative të cilat Kosova i ka përjetuar pra gjatë 10 viteve të fundit me fokus domethënë korrupsionin dhe në mënyrë se sa këto pra ky ligj, ky ndryshim legjislativ ka ndikuar në efektivitetin e lëndëve në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit edhe në ashtu në nismat edhe mekanizmat tona kombëtare në luftën kundër korrupsionit. Është rëndësishme që ne kemi ndarë dy periudha, pra kemi ndarë periudhën 2015-2019 dhe 2020-2024 edhe domethënë 25 vitin ku jemi, duke tentuar faktikisht me identifiku sa ka ndryshu ky reformim ligjor dhe ka pas efektin e duhur në se si është menduar domethënë prej vitit 2019 kur edhe ka filluar ndryshimi i madh ligjor. Ideja është që kjo periudhë, pra 2015-2019, janë bërë domethënë ndryshim, janë bërë analizat të kornizës legjislative të asaj periudhe, një ashtu edhe të analizës pra legjislative prej 2020-it. Na domethënë jemi siguru që krejt dana sasiore që jipen prej vitit 2021 të jipen në mënyrë më sasiore, edhe këto dana domethënë i kemi marrë direkt me komunikimin që kemi pas me Këshillin Gjyqësor, me Këshillin Prokurorial, me Akademinë e Drejtësisë, të cilët kanë qenë shumë të hapur me nda këto të bëna. Sfidë mbetet, sepse ne gjithsesi puna jonë hulumtuese varet shumë prej dhënave dhe prej qasjes së dhënave. Kështu që është pak mbetet sfiduese çështja e dhënave nga institucionet publike, jo ndoshta e qasjes, po e sistemimit. Po, për çfarë dhëna po flasim? Për aktakuza, domethënë aktakuza dhe sidomos për llojet e aktakuzave. Domethënë kjo mbetet një sfidë me të cilën ne edhe kemi hapur rekomandim konkret që qoftë Këshilli Prokurorial, sidomos ai gjyqësor, duhet të i zhvilloj mekanizmat më të qartë sa i përket të dhënave të aktakuzave. Nëse flasim për domethënë 5 vjeçarin e parë, kompetencat flasim për një periudhë ku kompetencat mes prokurorisë speciale dhe prokurorive themelore nuk kanë qenë të qarta sa i përket luftës kundër korrupsionit. Pra po flasim për gjykatat në njëjtën kohë, të cilat nuk kanë pas departamente të specializuara sa i përket luftimit të korrupsionit. Në njëjtën kohë kanë pas një mbivendosje të kompetencave, pra thjesht nuk ka pas një qartësi shumë të madhe juridike sa i përket luftës së korrupsionit dhe ndarjes së këtyre nëpër prokuroritë themelore dhe në prokurorinë. Që nuk ka pasur një bashkërëndim të specialit me prokuroritë themelore për shkak të domethënë për shkak të kornizës së atëhershme do thotë juridike. Kurse nga viti 2020 me ndryshimet që ndodhen në vitin 2019, sigurisht që kjo kornizë ligjore u strukturu, edhe normalisht që me krijimin e departamentit special në gjykatën themelore në Prishtinë, kjo e lehtëson procesin, edhe sidomos me miratimin e kodit të ri penal, që faktikisht synoj ta unifikoj edhe ligjin, po edhe luftën kundër korrupsionit në gjitha nivelet e sistemit gjyqësor. Është e rëndësishme që gjatë kësaj periudhe, domethënë mungesa e departamenteve të specializuara gjyqësore ka ndikuar shumë që mos të ketë do thotë zhvillim shumë të kënaqshëm sa i përket domethënë vendimeve dhe gjykimeve sa i përket luftës kundër korrupsionit. Pra kemi nga analiza juaj, keni parë vendime të ndryshme për të njëjtën vepër penale apo edhe mënyra se si është trajtuar lënda apo ku është problemi? Jo, faktikisht ka qenë një mbingarkesë fillimisht e gjykatave themelore, meqense këto gjykata nuk kanë pasur departamente të veçanta për luftimin e krimet. Duke qenë se korrupsioni, domethënë hyn atë departament, edhe në njëjtën kohë nuk ka pasur gjyqtarë të cilët kanë mund ta krijojnë domethënë panelin prej 3 gjyqtarëve të
cilit parashihet me ligj që të marrim do thotë të marrim pjesë në seanca në raport me korrupsionin. Edhe një ashtu është, domethënë ka pas një efikasitet të ulët gjyqësor, pra nëse flasim për këtë periudhë, kemi domethënë një përqindje rreth 40% të rasteve të cilat kanë qenë në gjykata kanë arritur të përfundojnë brenda vitit. Pra po flasim për një efikasitet shumë të ulët gjyqësor. Edhe sa i përket, domethënë gjykatat nuk kanë pas një instancë të veçantë që kanë pas një domethënë kompetencë ekskluzive të korrupsionit, siç kanë pasur prokuroritë. Edhe besoj që kjo periudhë ka qenë e mbi ngarkuar. Edhe sot në diskutimin që e patëm paradite me gjyqtar, me prokuror dhe me përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile, pra kjo ra në diskutim sepse ndryshimet e reja ligjore që pasuan në vitin 2019, gjithsesi që e ristrukturuan pra themelimi i gjykatës speciale në gjykatën themelore në Prishtinë, normalisht që e ka marrë eksklusivitetin e luftimit të lëndëve të korrupsionit në këtë aspekt, po sidomos edhe hyrja në fuqi e kodit të ri penal. Pra kodi i ri penal i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2019 ka kriju një lloj standardi të ri në luftën kundër korrupsionit. Kjo për shkak të ashpërsimit të dënimeve apo edhe të tjera? Pra kjo ka qenë edhe synimi. Synimi i ligjit të ri të kodit penal ka qenë ashpërsimi i politikave kundër korrupsion. Edhe një ashtu ky ligj për herë të parë në Kosovë do thotë specifikon se çka do të thotë niveli i lartë i korrupsionit. Çka është, domethënë definohet qartazi niveli i lartë i korrupsionit. Këtu domethënë përfshihen gjitha nivelet nga presidenca deri tek nënpunësit civil. Çka shumë e rëndësishme të theksohet një ashtu është që performanca e sistemit prokurorial në këto vite, pavarësisht që ka pas një udhëzim domethënë një udhëzim për vepra të korrupsionit të profilit të lartë në Kosovë, i cili zhbon në vitin 2013, jo domosdoshmërisht kjo ka kriju që domethënë institucionet prokurorit këtë rast ta kenë punën më të lehtë për këtë pjesë. Sepse është, megjithëse për shembull në vitin 2015 kemi pasur kallëzimin, domethënë numrin më të madh të kallëzimeve penale, pra dikon kemi pasur 860 gjithsej. PSRK-ja, pra Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar 52, pastaj ka ngritur 72 akt akuza, që ka pasur domethënë një hap pozitiv sepse janë ngritur shumë akt akuza sepse që janë pranuar kallëzime penale. Por gjithsesi kjo nuk është le të themi një hap që ka vazhduar edhe në vitet e tjera. Ka pasur rënje të profilit, domethënë të akt akuzave në profilin e lartë të korrupsionit. A ka një sqarim kjo pse ka ndodhur? Po besoj që ligji faktikisht i vjetër mbi procedurën penale nuk ka pasur ashpërsimin, domethënë nuk ka pasur politika të njëjta siç ka ky i riu, domethënë që ka ashpërsim shumë të madh të lëndëve të korrupsionit, edhe një ashtu edhe të masave kundër korrupsionit. Nëse flasim pastaj për sistemin gjyqësor, është shumë e rëndësishme që me ndryshimet ligjore faktikisht që janë bërë në periudhën 2020-2024, një hap shumë i rëndësishëm ka ndodhur, domethënë kur Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës para 3 viteve ka bërë udhëzuesin për luftimin e korrupsionit. Pra ky udhëzues është obligativ për gjithë gjyqtarët, të cilët marrin edhe domethënë hetojnë rastet e korrupsionit. Edhe një ashtu pra ligji i cili në mënyrë shumë të qartë konsideron dhe definon korrupsionin në nivele të lartë. Është shumë e rëndësishme që gjithkohë është faktikisht po flasim edhe për një periudhë ku është munduar mu fuqizua edhe instancat edhe në policinë, ku janë kriju domethënë themelimin e njësisë veçantë për hetime brenda policisë. Gjithsesi kjo instancë vazhdon të ketë probleme në funksionalitet, pra për shkak të mbi ngarkesës së institucionit për punën e hetimeve, po mbi ashtu gjitha këtu instanca kanë një problem që është faktikisht mungesa burimeve njerëzore edhe financiare për luftimin e korrupsionit. Pra ekziston baza ligjore, por në anën tjetër nuk keni parë që ka aplikim të ligjit edhe dënime efektive? Çka tregon kjo tash? Kjo faktikisht ne kemi të bëjmë këtu faktikisht me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të kodit penal, pra në 2019, gjykatat domethënë themelore në Prishtinë ka marrë pra kompetenca të reja me krijimin e departamentit special, të cilat janë domethënë lëndë të cilat njihen prej Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, edhe në mënyrë që kjo i ka adresuar kritikat e vazhdueshme të cilat kanë qenë që gjykatat pra nuk kanë efektivitetin e vet dhe të duhur në aspektin e çështjen e shëllimit edhe trajtimit të rasteve të korrupsionit, por gjithsesi
ky departament është ende i ri, do me thënë është funksional për viti 2019 edhe gjithmonë ekziston probleme me numrin e gjykatësve. Do me thënë që është numri i gjykatësve është i ulët, ka mungesë të do me thënë ka nevojë për numër më të madh të gjyqtarëve, një ashtu edhe të prokurorëve, është diçka që ne kemi thënë non-stop, është edhe sot në gjatë konferencës u tha edhe nga institucionet, pra nga prokuroria dhe nga gjykata, që ka nevojë për rritje të prokurorëve edhe të gjyqtarëve, sepse kemi mungesa ndërhedhe të paneleve të gjyqtarëve në rastet e korrupsionit. Edhe shumë e rëndësishme që të rritet pra ky efikasiteti gjyqësor edhe prokurorial rritet vetëm me numrin e prokurorëve gjyqtarëve në mënyrë që këto raste të përfundojnë më shpejt edhe mbi të gjitha të jetë sistemi të kemi një sistema efektiv në këtë aspekt. Dhe apo i bie tani që duhet vullnet politik për të luftuar korrupsionin duke parë që nuk ka rritje të numrit gjyqtarëve dhe të prokurorëve për të luftuar korrupsionin dhe çka tregon pasaj e keni analizuar këto rastet e korrupsionit sa kanë zgjatur për shkak se ne e pam një deklaratë të drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit i cili vazhdimsi adreson këtë ankesë për trajtimin e lëndëve që dërgohen nga ana e agjencisë. Faktikisht çështja kryesore në luftimin e korrupsionit gjithsesi është një vullnet përgjithsisht i gjithëmbashëm ndër institucional sa i përket çështjes së luftimit të korrupsionit. Është e vërtetë që kemi raste, përmendja Agjencia, tashmë ligjin e ri Agjencia për parandalimin e korrupsionit faktikisht ka kompetenca të tjera, pra parandaluese, edhe ka një detyrë më mbikëqyrëse ndaj sistemit. Edhe kjo më besoj që përpos që janë shtu shumë punë agjencisë, besoj që ka nevojë edhe për shtim të buxhetit, po edhe një të kapaciteteve njerëzore. Duhet të jetë një vullnet i përgjithshëm për këtë pjesë. Besoj që edhe lufta kundër korrupsionit gjithsesi barën kryesore ka prokuroria në këtë rast, sepse nga aty nis gjithçka. Kemi raste për shembull në prokuroria speciale është departamenti veçantë që mirret me domethënë luftimin e korrupsionit. Besoj që aty ka pasur gjithsesi domethënë efektivitet ndër vite, herë më pak, herë më shumë, por që besoj nëse flasim për nivelin lokal të prokurorive themelore, mungon profilizimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në këtë aspekt është shumë i rëndësishëm, sepse ne kemi prokurorë që punojnë në departamentin special, ai prokuror që mirret me raste të korrupsionit, mirret edhe me raste të krimeve të luftës. Pra kjo mendoj mos që mbart në vete sfida për sistemin edhe për luftën më efektive kundër korrupsionit. Dhe prokurorët të tjera nuk kanë pra të profilizuar, prokurorë dhe as prokuroritë themelore nuk kanë, domethënë nuk ekziston ky profilizime. Ne këtu në Dhe krahas këtij profilizimi a nevojitet edhe trajnim ajo për raste se si duhet trajtohet. Fiks ne këtu e kemi përmend edhe në raport. Kemi bërë analizimin në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ku pra aty gjyqtarët edhe prokurorët e ri trajnohen. Çdo vit mbahen trajnime për luftën kundër korrupsionit, po nga analiza jonë del që këto module jo gjithherë janë të në përputhje me sfidat edhe realitetin që përka në teren, sepse ndonjëherë këto module dinë të jenë edhe të vjetruara në raport me nevojat e sistemet, edhe janë disi shihen si obligim nga sistemi për të marrë pjesë. Është shumë e rëndësishme që këto module ose këto trajnime të cilat jipen nga Akademia e Drejtësisë në raport me gjyqtarët e prokurorët në fushën e kundër korrupsionit, pra aty kemi domethënë aspekte si lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar, rishfeti, domethënë këto janë këto sfidat kryesore të cilat përballet sistemi edhe Kosova prej nivelit më të lartë deri në nivelin më të ulët pra tek administrata publike, por që ka një lloj, domethënë një lloj nevojë për përditësim të këtyre moduleve dhe për shpeshtim të këtyre trajnimeve për prokurorët dhe gjyqtarët, që të kemi sistemi prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë të ketë pra prokurorë dhe gjyqtarë të profilizuar në këtë pjesë, sepse Kosova pavarësisht që ka bërë gjithë këto ndryshime legislative ndër vite, ende shumë e cënueshme ndaj korrupsionit, edhe këto ndryshimet legislative nuk është që kanë japë shumë efekt, nga se edhe u përmend edhe sot në konferencë. Pra, ndryshime ndoshta të shpeshta që bëhen janë pak problematike edhe për gjyqtarët e prokurorët, Përse? edhe ndoshta edhe për qytetarët, sepse non-stop kemi ndryshim të dispozitave. Edhe pastaj jo gjithherë ndoshta qytetarët janë në dieni për këtë gjë, po ndoshta edhe duhet patjetër të bëjmë një analizë ex post kur bëjmë ndryshime të ligjeve. Pra
flasim për, po ndryshojmë këtë ligj, qoftë kodin penal, qoftë ose ligjin antikorrupsion, por le të kthehemi pak mbrapa dhe të shohim ndoshta 5 vitet e fundit ku kanë qenë maksit e këtij ligji, ose ku kanë qenë përparësitë e këtij ligji. Pra nuk ka një analizë paraprake. Nuk ka analiza e cila na tregon neve ose bën krejt këtë diskutim që mbajtem edhe sot më të lehtë për me ndoshta edhe për neve me i ditë ma saksisht krejt këto problemet e cilat ne sot i bëjmë. Se shumë e rëndësishme që të kuptohet edhe ndoshta edhe prej sistemit veç për ligje, domethënë dispozitat në ligj ndonjëherë janë shumë të lehta me u lexu edhe mu interpretu, por pastaj çështja e aktvendimeve, aktgjykimeve, hetimeve që bëhen prej gjitha instancave, aty hasin problemet edhe aty i shohim pastaj gabimet e cilat i bëjmë kur analizojmë edhe kur përpilojmë ligje të reja. Po, dhe kësaj përket aplikimit të këtyre dënimeve me ndryshimet legislative, a ka një analizë nëse veç se e keni bërë, a janë aplikuar si duhet, apo sepse ka pasur në vazhdimsi ankesa se nuk po shqiptohen dënimet e ashpra, për shembull në rastet e armbajtjeve pa leje ose në raste tjera. Çka të Ne kemi bërë në raport mund të shihen gjitha, kemi bërë në mënyrë infografike që t'jenë edhe më të lexueshme për krejt qytetarët të cilët janë të interesuar për me pa. Në të për vite, gjithsesi këtu kemi, domethënë shohim një ngarkesë të gjykatave me lëndë. Asgjë e re, është gjithmonë domethënë një ankesë edhe që e marrim prej gjykatave dhe prokurorive, po ngarkesë edhe me lëndë të korrupsionit, pra. Feks, domethënë po flasim për lëndë të korrupsionit, të cilat përkundër faktit që është prioritet, është caktuar si prioritet i prokurorive të gjykatave. Pavarësisht pra që është caktuar, edhe Gjykata Supreme e ka lehtësuar këtë proces duke bërë udhëzimin për luftimin e korrupsionit, domethënë për lëndët që kanë për bazë korrupsionin, edhe ky udhëzim i Gjykatës Supreme faktikisht ka pasur qëllim që të unifikojë krejt, domethënë politikën antikorrupsion në sistemin gjyqësor. Edhe ky udhëzues është shumë mirë që të jetë obligativ edhe kur bëhet matja e performancës së gjyqtarëve, nëse ata janë marrë me lëndë të antikorrupsionit, se sa është përdorur ky udhëzues, sepse është shumë unifikues edhe besoj që është një udhëzues i cili duhet mirë parasysh gjithmonë kur trajtohen rastet e korrupsionit, por gjithsesi këtu kemi të bëjmë për shembull, ne kemi paraqitur të gjykata ndër vite edhe shohim që kemi lëndë të trashëguara, të pranuara edhe lëndë në punë të cilat variojnë shumë nga numri. Për shembull kemi rastin e Prishtinës ku kemi 74 lëndë të trashëguara, pastaj janë pranuar 36 edhe janë zgjidhura 33. Dhe herë kjo domethënë numri i lëndëve të pranuara me lëndë të zgjidhura ka dallim, sepse meqense gjykatat në Kosovë vazhdojnë të trashëgojnë lëndë nga vitet paraprake, atëherë numri i lëndëve të zgjidhura mbetet jo domosdoshmërisht e paraqet vitin paraprak, por ato domethënë trashëgohen edhe nga vitet e tjera të cilat nuk kanë mund të zgjidhura. Dhe pastaj parashkrimi, a ndodh edhe parashkrimi shumë raste apo jo? Në disa raste, domethënë kemi raste të ndryshme, sepse ekziston edhe një hendek, me qenë se ne kemi vrejto edhe prej dhënave të cilat kemi pranuar, edhe kemi bërë edhe domethënë të qartë në raport, sepse domethënë kemi pasur disa kolona të pasgjidhura brenda domethënë të dhënave të cilat i kemi pranuar, por të cilat janë gjitha të paraqitura në raport dhe janë shumë të qarta edhe për të lexuar prej krejt domethënë qytetarëve, pavarësisht a kanë njohuri shumë të thella ligjore apo jo. Është shumë e rëndësishme që në fund ne kemi bërë edhe disa rekomandime të cilat edhe sot i diskutuam bashkë me gjithë aktorët institucional, që për rastet, domethënë kategorizimi një ndërto që u përmend, ishte pra kategorizimi i mos deklarimit të pasurisë si krem i rëndë. Vazhdon kjo ka qenë faktikisht edhe një diçka që u përmend edhe prej Agjencisë për Pandalimin e Korrupsionit, ku raste të shpeshta gjykatat mos deklarimin e pasurisë e konsiderojnë si domethënë kundërvajtje. E kjo është një precedent faktikisht sepse futja e mos deklarimit të pasurisë në krime të rënda do të ishte një hap shumë pozitiv për luftimin e korrupsionit, sepse gjithë zyrtarët publik faktikisht do e kuptojshin se çështja e mos deklarimit trajtohet me peshën e njëjtë që trajtohet keqpërdorimi i pozitës zyrtare edhe rrushfeti.
Pra, ka një iniciativë për ndryshime të tilla se përket mos deklarimit të pasurisë apo vetëm në formë deklarative? Jo, ka qenë në formë shumë deklarative, por që neve ka qenë shumë e rëndësishme që këtë ta bëjmë përmes rekomandimeve dhe diskutimeve që i mbajtëm sot, sepse është një hap shumë i rëndësishëm. Deklarimi i pasurisë është një ndër pra mjetet për luftimin e korrupsionit në tek zyrtarët publik, edhe në administratën publike, si një ndër nga faktikisht bashkë me prokurimin publik që mbetin një nga, le të themi, sektorët më të cënueshëm sa i përket korrupsionit në vend. Edhe një ashtu, rastet ku përfshin zyrtarët e lartë dëmtojnë shumë shpesh dëmtojnë edhe perceptimin publik edhe të qytetarëve mbi institucionet shtetërore. Kështu që këto besoj që duhet mirën parasysh prej institucioneve, prej sistemit prokurorial dhe gjyqësor që të rritin efikasitetin edhe të jenë më praktik sa i përket kësaj çështje. Dhe kretë në fund Burbushi, nga këto të gjitha rastet e analizuara, ku flasim për ndikimin e politikës të gjyqësorit e sistemi i drejtësisë, shihni që ka gjyqtar e prokuror, por edhe hetues që hezitojnë të hetojnë korrupsionin në nivelit lartë kur kemi të bëjmë me zyrtar publik, apo dënimet janë më herë në të njëjtën formë si për shqiptarë të tjerë? Faktikisht, ne me qenë se monitorojmë sistemin gjyqësor dhe prokurorial me vite, çështja e zgjidhjes së rasteve të profilit të lartë pra në korrupsion mbetet një nga sfidat kryesore të sistemit gjyqësor, meqense lënë, domethënë, gjitha dënimet të cilat janë paraqitur në gjykatat, pra janë dënime me gjobë ose dënime me kusht, edhe mbetet një sfidë shumë e madhe, po me burgim efektiv, pra nuk kemi një ndonjë rast edhe për këtyne, domethënë, profileve të larta, të cilat janë gjykuar dhe kanë përfunduar me burgim efektiv. Andaj besoj që kjo mbetet një sfidë shumë e madhe e sistemit gjyqësor dhe prokurorial në këtë aspekt, sidomos gjyqësor. Një ashtu, besoj që prokuroria qoftë themelore, qoftë speciale, është domethënë specializuar për rastet e korrupsionit, dhe besoj që kur vjen puna tek korrupsioni askush nuk është i paprekur, pra qoftë nëse i zyrtar publik, nëse i qytetari i thjeshtë, dëmit të cilët i bëhet të mirës së përgjithshme dhe dëmit publik është shumë e rëndësishme që të qohë deri në fund dhe të jepet dënimi i merituar. Atëherë Burbushi, falenderoj që ishe sot. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve